Tregu i ri i gjës së gjallë dhe vajit të ullirit në Mallakastër është një mbështetje konkrete për fermerët e zonës për nxitjen e tregtimit të prodhimeve bujqësore. Ministri i Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, Andi Salla, u shpreh se ky treg përfaqëson një hall të munguar deri dje dhe një hap të domosdoshëm sot për lidhjen e prodhimit vendas me konsumatorin në kushte të përshtatshme tregtimi. Sipas ministrit, kjo qendër është një garanci për produktet made in Albania, veçanërisht në prag të festave të fundvitit, duke ofruar mbështetje konkrete për fermerët dhe prodhuesit vendas. Ai theksoi se iniciativa përçon një sinjal të qartë se me më shumë organizëm, mekanizëm dhe mbështetje institucionale, prodhimi shqiptar mund të rritet dhe të konkurrojë denjësisht në tregjet europiane. Fermeri Xhavai Afdia, i angazhuar në rritjen e gjelit të detit, u shpreh se tregu i gjës së gjallë përbën një ndihmë të madhe për fermerët, pasi siguron kushte dhe standarde të përshtatshme tregtimi. Nga ana tjetër, Ilir Sula, prodhuesi i vajit të ullirit dhe bimëve mjekësore, vlerësoi rëndësinë e tregut si për tregtimin vendas, ashtu edhe për nxitjen e eksporteve. Ai theksoi se produktet shqiptare janë të preferuara në tregjet e huaja.